në kontekstin e përpjekjes sonë që ta mbajmë luftën larg nga rajoni, unë besoj, unë të paktën personalisht në këtë pikë e ndaj plotësisht me Aliun. Aliu është në pozicion më të favorshëm se Aliu i ka kap armët herë, unë s'kam kap armë asnjëherë. Dhe unë mund të dyshohem edhe për frikacak edhe për tradhtar. Aliu besoj që nuk mund të dyshohet as për frikacak as për tradhtar. Kështu që në këtë rast kur e thot Aliu, besoj që është plotësisht e mirëkuptueshme që mirë është ta mbajmë luftën larg nga kjo zonë. Dhe zakonisht luftën e duan më shumë ata që s'e kanë provuar asnjëherë. Unë hyke ata që s'e kanë provu dhe që s'duan me provu. Është e rëndësishme ta kuptojmë edhe Kinën në këtë mes dhe Enveri na jep këtë indikacion. Kur flas për zonat influencës, nuk mendoj se Kina do pushtoj territore apo do të shndrojë demokracitë e brishta ballkanike në sisteme dhe shtete autoritare. Duhet theksuar se synimi kinez nuk është godas direkt në parim demokracinë liberale në Ballkan. Dhe pastaj vazhdon një... Unë jam shumë dakord me këtë. Jam shumë dakord me këtë, por nga ana tjetër unë mendoj që pozicioni ynë dhe kur themi ynë flas këtu në këtë rast edhe i Shqipërisë dhe i Kosovës është korrekt. Mendoj. Por ne na vlen si reflektim. Dhe në fund ka një pjesë që na vlen shumë që krahas luftës në Ukrainë, Rusia dëshiron që të zhvendos në Ballkan valën e dytë të përplasjes me Perëndimin, me qëllimin që ta destabilizojë rajonin dhe nga këtu përmes oborit të pasëm europian edhe bëhen një zhvendosje e mundshme gjeopolitike rajonale e Rusisë përballë Perëndimit nuk do kishte për pasojë një luftë konvencionale si në Europën lindore, por një fazë intensive të luftës hibride. Dhe kalon ca faqe dhe vjen në fund fare sa më shumë të zgjas lufta në Ukrainë. Dhe kjo është thelbi në këndvështrimin tim për reflektim për ne, përpara se sa t'i frym zjarreve të luftrave që mund të jenë imagjinare, por që kur nuk e pret mund të kthehen në reale. Dhe pastaj kostot nuk i paguajnë ata që i nxisin, po i paguajnë të tjerë që me thënë drejtën nuk i meritojnë fare. Pra sa më shumë zgjas lufta në Ukrainë për plasjen e Perëndimit, Shqipëria dhe Kosova do të jenë caqe të luftës hibride ruse, të cilën rusët ta zhvillojnë jo vetëm në nivel rajonal, por dhe europian dhe global. Lufta hibride ruse ka filluar dhe zhvilluar kundër Kosovës paralelisht me çlirimin dhe pavarësimin e saj. Vazhdon edhe sot, prandaj s'kemi arsye të mendojmë se do pushojë në të ardhmen. Nuk jam as idealist, thot Enveri, as optimist se Rusia do të ndryshojë kursin e saj, por si realist shoh zgjedhje të vështira në të ardhmen dhe një rënje strategjike të Rusisë. Me këto shënime unë po e mbyll këtë ndërhyrje timen, duke thënë që të më falin të gjithë ata që nuk e ndajnë me mua këtë bindje, por ne do të bëjmë çmos që ta mbajmë çdo mundësi konflikti larg nga ky rajon. Ne nuk kemi asnjë interes që Serbia të radikalizohet dhe ne do të bëjmë çmos që në këtë situatë ku Serbia është midis dy zjarreve, nga janë presioni shumë i madh i Rusisë, i cili lidhet edhe me mundësinë shumë të madhe që Rusia ka për ta shtrënguar Serbinë për shkak se e furnizon me gaz, e furnizon me naftë, e furnizon me shumë çka. Dhe presionit madh Perëndimit
nga ana tjetër mbi Serbinë, presion që Serbia e ndjen jashtëzakonisht shumë, të shtym sa më shumë në drejtimin e një kuptimi të drejtë të asaj që ne duhet presim nga Serbia. Kush pret nga Serbia që të hidhet në flak për perëndimin, nuk e kupton fare se çfarë vjen nga kjo. Serbia nuk mund të hidhet në flak për perëndimin sepse nuk ka asnjë mundësi ta bëj këtë duke qenë e përbërë nga një popull ku 80% mendojnë që Vladimir Putini ka drejt. Por nga ana tjetër, besoj që është shumë e qartë që Serbia mund të qëndrojë në një distancë të mjaftueshme nga Rusia që flaka e kësaj lufte të mos vi këtu. Dhe në këtë pikë ne mund të bëjmë tonë. Kështu që kjo është edhe ky është dhe thelbi i tradhtisë time që të jemi të qartë. Tradhti për cilën unë nuk jam pishman. Me keqardhje për gjithë ata që janë më patriotë se unë. Unë nuk jam pishman. Unë mendoj që ne kemi vuajtur boll. Dhe kur them ne, nuk them unë, se në radh parë këtu në Kosovë, Kosova ka vujt boll nga luftra, nga sakatime, nga flak, nga shkatrime, dhe nuk ka nevojë më të shkojë në atë drejtim, përveç se nëse e detyrojnë, natyrisht. Dhe nëse e detyrojnë Kosovën, detyrojnë edhe Shqipërinë dhe patjetër që ne jemi një. Por për sa kohë nuk na detyrojnë, ne nuk kemi pse i shkojmë asaj rruge fare. Fare, nuk kemi lidhje me atë rrugë. Kjo është bindja ime. E falenderoj shumë për këtë libër dhe më vjen shumë mirë që përveç ndihmës që libri jep për të kuptuar më mirë Rusinë edhe për të parë pak më larg se sa e përditshmja në konceptimin e kësaj marrëdhënie, ku ne jemi shumë të vegjël, por çuditërisht dhe fatkeqësisht gjithë ky lëmsh është i lidhur me ne, sepse Kosova është kapur si një peng këtu për ta përdorur në funksion të një qëllimi që s'ka të bëjë fare drejt për drejt me Kosovën. Atëherë ne duhet jemi shumë të qartë dhe të vetëdijshëm. Dhe përpos gjithë këtyre dhe faleminderit shumë që Enveri bashkë me librin u bë sebeb pas kaq shumë njerëz në këtë sallë dhe për të folur për një temë që përndryshe mbetet si tush pezu, se o do flasësh nëpër studio me analist që zakonisht shkojnë nëpër studio mbasi kanë kryer gjithë analizat edhe s'duan më të dëgjojnë fare për të dhënat tjera, o do flasësh nëpër konferenca shtypi, nëpër intervista, o do shkruash, dhe gjitha këto janë shumë më pak se sa mundësia që t'jap një sallë e tillë, kështu që shumë faleminderit me respekt edhe faleminderit gjithë.